إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أنكم غدا بين يدي الله واقفون ستسألون عن أعمالكم وأقوالكم اللهم يسر لنا الحساب وقنا العذاب برحمتك يا عزيز يا تواب. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, Allahu i madhruar na e përshkruan njeriu për nga krijimi, në të cilin e ka krijuar si një krijesë e cila është e padurueshme, një krijesë e cila nxitohet, ndaj urdhëron dhe thot: Innal insana khuliqa halua, idha massahu ash-sharru jazua, wa idha massahu al-khairu manua, illa al-musallin. Me të vërtetë që ai njeriu thot është një krijesë e padurueshme. Kur e godet dhe keqja vetëm ankohet. Do të thënë nuk sheh pjesën që duhet duroj, e kur e ka të mirën vetëm se do shtrëngohet. Do të thënë nis dhe kufizohet kur e ka të mirën. Shikoni tani kategorinë të cilën e arrin vetëm besimi illa al-musallin. Përpos atyre të cilët falen, alladhina hum ala salatihim daimun, ata të cilët ndaj namazit të tyre janë të përhershëm, në pasurinë të cilëve ka hak, ka hise nevojtari dhe fukaraj. Të nderuarit e mi, pra për nga natyra njerëzore, njeriu që nga krijesë e cila ankohet, që nga krijesë e cila arrin në një status dhe bëhet koprac, përpos kujt, ai i cili jo vetëm që falet, por që është i vazhdueshëm dhe pa ndërprerje në namazin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thot: çudi me besimtarin dhe diçka e tillë thot nuk ndodh vetëm se me besimtarin. Kur e ka një të mirë, ai falenderon Allahun dhe kjo është në të mirën e tij. E kur e godet ndonjë e keqe, ai duron për hir të Allahut dhe kjo është në favorin e tij, në të mirën e tij sërish. Dhe kjo nuk ndodh vetëm se me besimtarin. Pasurinë Allahu mund t'ia japi kujt do. Shëndetin mund t'ia japi kujt do. Pajtueshmëri nuk ja jep vetëm se atij i cili punon për fen dhe për besimin. Rahatin dhe qetësinë shpirtërore nuk ja jep vetëm se atij i cili sakrifikon në emër të besimit. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkonte Bilalit muezinit ti: "Qum fa arihna biha ya Bilal." O Bilal, bëje ikametin në mënyrë që të na qetësosh dhe të na rahatosh, sepse ai namazi është prehje. Për kë është prehje? Ai i cili e kërkon këtë prehje në namaz, ai i cili e sheh namazin si një domosdoshmëri të shpirtit, ashtu sikur se ushqimi është një domosdoshmëri e trupit, ashtu dhe namazi, adhurimi dhe të gjitha adhurimet e tjera një domosdoshmëri e shpirtit, pa të cilën nuk bën më ndryshe besimtari. Profeti i Zotit na ka treguar në një fjalë të tij
ku një shok i tij e pyet dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, dulleni ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Tregom një vepër të cilën nëse e veproj, do më doj Allahu, do më duan dhe krijesat e Allahut. Shikoni domethënë se sa koncis, se sa i përqendruar është sahabiu kur pyet. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma aidi an-nas yuhibbuka an-nas." Ji asket në dynjallik të doj Allahu. Largoju interesave të njerëzve, mos u aprek interesat njerëzve të duan njerëzit. Çfarë do thot ji asket në dynjallik? Ji asket në dynjallik do të thot ti veprosh të gjitha urdhrat që të ka urdhëruar Allahu dhe të mos i japësh përparësi asgjëje mbi dëshirat apo urdhrat e Allahut xhella xhelalu. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të shijosh mirësitë dhe begatitë që Allahu ka krijuar në këtë botë, as pak. Por në shijimin e këtyre mirësive nuk lidhet zemra e besimtarit marrëzisht. Nuk bën që besimtari bëhet hasëm me tjetrin për hatër të diçkaje nga jeta e kësaj bote apo të diçkaje materiale. Nuk bën asesi që të ketë hatër mbetje në mesin e njerëzve për hatër të diçkaje që ka lidhje me jetën e kësaj bote. Ndaj, mos barazo dashurinë e Allahut me dashurinë në të gjitha rrafshet për këtë botë, të doj ty Allahu. Dhe po të deshi Allahu i nderuar im, nuk të bën dëm se kush nuk don vetështi, dhe i ji larg interesave të njerëzve, mos u aprek interesat e tyre, të duan ty njerëzit. Shikoni se si në këto pak ajete dhe në këto 2-3 fjalë të profetit alayhi salatu vesselam kuptohet realiteti njerëzor, se çfarë është njeriu. Njeriu është një krijesë e ndryshueshme. Një krijesë e cila ndikohet nga rrethanat në të cilat jeton dhe nga shoqëria që e rrethon atë. Por as si njeriu nuk duhet të jetë një krijesë e cila jeton në kundërshtim me urdhrat e Zotit xhelle xhelalu. Duhet të jetë një krijesë e cila në të gjitha situatat e jetës duhet t'i japi përparësi fesë, duhet t'i japi përparësi besimit. Khubejb ibn Adi radhiyallahu anhu, një sahabi nderuar si gjithë sahabët shokët e profetit alayhi salatu wassalam, në prag të vdekjes apo të ekzekutimit të tij, pasi ishte ekzekutuar me vdekje pikërisht në qytetin e shenjtë në Mekë, dëshira e tij e fundit ishte të falej. Dhe pasi i fali thot ato 2 rekatet e namazit, u drejtohet dhe thot si kur të mos ishte frika, se do të mendonit se unë i friksohem vdekjes, do i kisha zgjatur akoma dhe më shumë. Por duke qenë se nuk i friksohem vdekjes se po shkoj tek Zoti im, i shkurtova paksa. I nderuari im, një veprim të tillë ky sahabi i nderuar e bën në prag të vdekjes. Jeton me krenarinë e besimit në pragun e vdekjes, në tokën më dashur tek Allahu xhelle xhelalu, po në mesin e njerëzve më të ligj që i kishte ajo kohë, njerëzve më të pabes, njerëzve më pa kod etik dhe njerëzor. Dhe profeti alayhi salatu wasalam vlerësonte veprimin e tij. Nëse ai nuk e kishte mundësinë që këta 2 rekat i falte akoma më gjatë, ti dhe unë që e kemi mundësinë, si duhet veprojmë vallë. Ajo për të cilën duhet të punoj njeriu është e ardhmja e tij. Ne vazhdimisht themi se askush nuk do të marrë gjë me vete, nuk është e vërtetë. Gjithçka do ta marrësh me vete përpos materiales që ka mbet në këtë dynja. Një ditë prej ditësh i dërguar i Zotit alayhi salatu vesselam e bëri një kurban. Dhe i thot bashkëshortes së tij, Aishës radhiyallahu anha: "O Aishë, çfarë ka mbetur nga kurbani?" I thot: "O i dërguari i Allahut, vetëm shpatulla." Pra e gjitha është shpërndar përpos shpatullës, duke qenë se profeti alayhi salatu vesselam preferonte të konsumonte shpatullën e bagtis. Me buzëqeshje i dërguar i Zotit i thot: "O Aishë, ka mbetur e gjitha përpos kësaj shpatulle." Do më thonë që ajo të cilën ti e konsumon nuk është pasuria jote, ajo është nevoja jetike,
Ajo të cilën e ke dhënë rrugë të Allahut, ato do ta marrësh me vete, i nderuarim. Nuk është e vërtetë se nuk do të marrësh asgjë me vete. Do të marrësh me vete gjithçka ke vepruar, por nuk do të marrësh materialin se nuk ka qenë e jotja. E ke konsideruar, e ke patur ti vlerësimin për të gabim. Nuk ta ka fajin askush. Profeti alayhi salatu wasalam na ka thënë qartë dhe shkoqur. 3 gjëra e shoqërojnë njeriu për në varrin e tij. 2 kthehen dhe njëra mbetet me të. E shoqëron familja, akraballëku, miqësia, shoqëria, e shoqëron pasuria dhe e shoqëron dhe vepra e tij. 2 kthehen, njëra do të mbetet. Ajo që kthehet është akraballëku, familja dhe pasuria. Ajo që do të mbetet me ty është vepra. Pra ti nuk shkoke duar bosh. Në një tjetër fjalë të tij na përshkruan se kur besimtari, kur njeriu vendoset në varr, o Zot na bëj për besimtarëve, dhe vjen ndëshkimi apo dënimi i Allahut subhanahu wa taala për të depërtuar në varrin e këtij njeriu, tenton nga të gjitha anët. Në njërin anë do të gjej namazin, në njërin do të gjej agjërimin, në tjetrën haxhin, tek njëra do të gjej zakatin, tek tjetra sadakan, dhe urdhërohet të kthehet mbrapsht pasi nuk ka lënë vend ky njeri se ku të depërtoj dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Atëherë a merrkemi me vetë, merrkemi plot, por marrim atë që punojmë, qoftë kjo prej të mirës apo prej të keqes. Të nderuarit e mi, dynjaja me çfarë kanë të, me të mirat, me të ligat e saj, nuk peshon tek Allahu dhe nuk ka vlerë tek Allahu as sa krahu i një mushkonje. Ndaj mos i jep vlerë më shumë se sa kaq. Jeto me pasuritë, me nimetet e Allahut subhanahu wa taala dhe shijoj ato, por pa u lidhur përzemërsisht me to, se pasuria kur të sundon dhe kur futet në një zemër të robron, të skllavron dhe nuk të liron më. Let jetë pasuria në xhep, jo në zemër. Let shërbej për të mirat e tua, dhe ti nuk mund të jesh mirë për sa kohë që tjetri nuk është mirë sikurse ti. Fqinji jot nuk është mirë, i afërmi yt nuk është mirë, muslimani jot anë mban botës nuk është mirë. Shumë gjëra mund t'i arrish ndoshta në jetë nëpërmjet pasurisë, nëpërmjet postit, nëpërmjet pozitës, nëpërmjet shoqërisë, por qetësinë shpirtërore nuk e arrin dot. Vetëm pasi e ke arritur kënaqësinë e Allahut. A nuk e shikoni të nderuarit e mi, se si vëllezërit tanë në Gaza, nën bombardime, nën rënoja, sërish të pajtuar dhe të kënaqur me Allahun, të zhgënjur nga krijesat e Allahut, por i sheh vazhdimisht se si falenderojnë Allahun. Kush tjetër veç se besimit dhe besimtarit mund të arrijë ta bëjë diçka të tillë? Besimtari jeton me të mirat dhe me të këqijat e kësaj bote, por në të gjitha format, në të gjitha situatat, jeton me besim në Allahun subhanahu wa taala, sepse e din shumë mirë se kjo botë nuk i është premtuar dhe nuk i është dhënë askujt, nuk ka për t'u dhënë dhe ty. Nuk ka përjetësi për askënd në këtë botë, nuk do të ketë dhe për ty. Ajo që i kërkohet besimtarit, dhe besimtari më i lumtur, njeriu më i lumtur, është ai i cili largohet nga jeta e kësaj bote, duke mos i bërë padrejtësi askujt, duke jetuar me mirësitë e Allahut, duke mos i bërë padrejtësi askujt, duke u larguar prej kësaj bote pasi ka marrë rizan e Allahut. Për ta përmbyllur këtë hutbë, një ditë prej ditësh i dërguar i Zotit teksa qëndronte në xhami, u flet besimtarëve dhe shokëve të tij e thotë, nga dera e xhamisë do të hyjë një xhenetli. Dhe të gjithë kokën tek dera duke parë se kush do të jetë ky xhenetliu. Dhe thot Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, hyri një person i cili nuk ishte i shuar në mesin ton, as për dituri, as për adhurim, as për ndonjë përkushtim ndryshe nga të tjerët. Kjo është fjala, jo se nuk ishte i përkushtuar. Kjo më bëri, thot, që ti përdor një hile këtij personi dhe ti them, jam grindur me babain tim, a mund të më presësh mik tek shtëpia? Patjetër, thot bujrum. Thot dhe shkoi tek shtëpia e tij për 2 ose 3 ditë me radhë. Thot Abdullah ibn Amr ibn al-As, nuk pash ndonjë adhurim të veçantë që ky person ta bënte.
Dhe kur u nisa të largohem në ditën e tretë, i them të kërkoj ndjes se përdora një hile, një lloj mashtrimi, domethënë me ty as nuk jam grindur me babain dhe asgjë. Thot, por kam ardhur vetëm për të parë se si është adhurimi yt në shtëpi, në vetmi, atëherë kur njeriu është vetëm, midis tij dhe Allahut, në privatësinë e tij. Dhe ajo që pash nuk ishte ndonjë gjë kush e di se çfarë, domethënë gjëra shumë normale. Pash Allahun, a ky është i gjithë adhurimi yt? Thot, po përse po më pyet? Mu përgjigj, thot, të them. Po, thot, vallahi, thot, as nuk është se kam lënë diçka mangut se ishe ti, apo të kem vepruar diçka më shumë se të më shihje ti. I thot, çudi, thot, sepse profeti alayhi salatu wasalam ka dëshmuar, domethënë, në atë ditë që unë e bëra këtë veprim, se ti je prej xhenetlive, thot, unë nisa të largohem paka shumë, pra thot Abdullah ibn al-As, thot paka shumë, domethënë i shgënjur, domethënë ku qëndron sekreti. Thot dhe më thirrri dhe më tha, o Abdullah, ka dhe një veprim tjetër. Është dhe diçka tjetër të cilën e bëj. I tha, çfarë është ajo? Ndoshta tha nuk është vepër, por është një veprim, ndoshta dhe ky mund të justifikojë diçka. Sa net ka kriju Allahu në darkë, kur shkoj në shtrat për të fjetur, them, o Allah, nëse dikujt i kam hyrë në hak, mos ma merr shpirtin pa i kthyer hakun ose pa i kërkuar halallakun. E nëse dikush më ka hyrë në hak mu, o Zot, e kam bërë halal për hatër të madhnisë tënde. Kjo, thot, qenë ka e gjitha. Njeriu nuk është e vërtetë se nuk do të marrë asgjë me vete, do të marrë veprën e tij dhe kjo i mjafton besimtarit. Lutem ty e madhnueshmi Allah të na bësh prej besim drejtëve, të na bësh prej punë mirëve, të na bësh prej atyre të cilët largohen nga jeta e kësaj bote duke qenë i kënaqur ti me ta dhe ata të kënaqur me ty. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalus salatu wa tammu taslima ala sayidina wa sayyidil khalq Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Wa'd al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurr al-mayamin wa ala man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawm الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Të nderuarit e mi, stinët i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Krijuesi i kohës është Allahu subhanahu wa taala. Krijuesi i gjithçkaje është Allahu dhe asgjë nuk ndodh pa lejen e të madhnueshmit Allah. E një ndër stinët që ka krijuar Zoti është dhe vera. Stina e verës ka adhurimet e veta, stina e verës ka shijet e veta, por asesi që tjetë stina e verës, stina e zhveshjes dhe e çertallosjes. Ndëshkimi i parë të cilin e mori njeriu, a dini se kush ishte kur kundërshtoi Allahun xhelle xhelalu? Ishte lakurisia, zbulimi ndaj një popull i cili zgjedh lakurisin, qofshin meshkuj apo femra, se nuk ka përjashtim kjo. Dëmi është i njëjtë dhe gjunahu është i njëjtë. Qofshin meshkuj apo femra, ka pranuar të jetojë si një i dënuar, si një i ndëshkuar, si një person i cili është pajtuar me atë çfarë ka merituar. Ata të cilët zbulohen ose ato të cilat zbulohen janë pjesë e kësaj shoqërie që jemi dhe ne. Nuk vinë nga një planet tjetër. Ndaj përgjegjësi për të gjithë ne është t'i këshillojmë. Jo thjesht të lëshojmë gjuhët tona ndaj tyre, kush thot xhahile apo xhahile, ku e di gjërat kësaj natyre, por të bëjmë detyrat që na takon me familjarët tanë, me motrat tona, me nënat tona, me bijat tona, me fëmijët tona, kudo që ne shkojmë. Dhe përgjegjësia e dytë është që gjithsej i cili të ketë frikë Allahun xhelle xhelalu në këtë stinë, duke kontrolluar gjymtyrët e tij, e veçanërisht duke kontrolluar shikimin e tij. Allahu me madhnit vet i ka falë syt për të ka urdhëruar që t'i ruash ato. La in shakartum la azidannakum,
Nëse ju më falenderoni, thot Allahu xhelle xhelalu, unë do u ashtoj juve mirësitë dhe begatitë me mia. E një ndër këto shtime të këtyre mirësive dhe begative është me ta rujt Allahu shëndetin. E kanë pyetur një prej dietarëve të Islamit, i cili në moshë shumë të shtyr gëzonte shëndet të plot dhe i thanë: "Hoxh, cili është sekreti që e ke shëndetin e plot?" Pra dikush do më thoni shkon mendja se si e ushqyer, dikush se si ke jetuar, se sa aktiv apo sportiv ke qenë në jetë, gjërat kësaj natyre, ndërkohë që ai dha një nocion komplet ndryshe dhe tha: "I ruajta gjymtyrët me të cilat më ka beqatuar Allahu xhelle xhelalu në rini, pa më fali Allahu xhelle xhelalu tani në pleqëri." Lutem Ty, më mëdhnushmi Allah, na falë, na mëshiro, na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundsoj Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundsoj mëdhnushmi Allah të vdesim me dinjitet dhe shahadat. Lutem Ty, mëdhnushmi Allah, të na rikthesh në fenë tonë me një rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim. Na rikthe në vllazërinë tonë, na rikthe në dashurinë tonë për Ty, për librin tonë, për dërguarin tonë, për njeriu në veçanti edhe për muslimanin akoma dhe më shumë. Lutemi Ty, mëdhnushmi Allah, për çdo sëmur Allah shëroje, për çdo stresuar të brengosur largoje Zot streset, brengat, hallat e tij, për çdo të munduar nga borxhet ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Lutemi Ty, mëdhnushmi Allah, për vëllezërit dhe motrat tona në Gazë, Zot jep pranë tyre, ndihmoju atyre dhe jepu o Zot zgjidhje në shqetësimin në cilin ata ndodhen. Lutemi Ty, mëdhnushmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë ditë begat, në këtë vend begat, me madhëruar madhërinë Tënde, na mundsove Zot që të gjithë bashku me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me kryet dashmin e zemrave tona Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور